në atë tutelën e vetë. E banë në tutelën e vetë. Tani, këputet kjo shashka dhe vazhdon historia prap nga fillimi që kur ka ardhur Danja, vazhdon merret me historik e Danjës. Përsëritet e njëjta gjë. Nuk ka asgjë të re. Valbona, përveç se situatës të akuzës që më ka bërë mua këtu, përveç asaj akuzë që më ka bërë mua, që është diskutuar në Praj, Valbona gjithkohës ka dalë vetëm për Laertin Xhibani Jozi. Laerti Xhibani Jozi. Këto kanë qenë situatët e Valbonës. Dhe më bëri mua gjitha të shpifje kur ja thoja unë të gjitha këto, sepse filloi viktimizimin, u tërhoq nga Laerti, e kupton? Në një periudhë, sepse i binte vetëm ta puthe Laertin, e kupton? Është e njëjta situatë. Në qoftë se Valbona nuk do t'i thoshte jo asaj darkës së Laertit, i binte të puthe Laertin. Do të shkonte në darkë dhe do puthe Laertin, çfarë do bënte? E do mbyllesh aty. E kupton? Dhe do mbyllesh aty historia. Dhe ajo prandaj tha jo. Për darkën, se jo se donte me thënë jo. Po e kuptoi që ajo do kalonte në një hap tjetër, se i ishte bërë bajata ajo gjëja. Bënin ato xhiro mbas dite, rrinin bashkë se që ndente këto ditë. Po e më kësaj. Të njëjtën gjë. Tani të shpatlla aty. E njëjta situatë. Tani i tha jo, iku, ke darka, opa krijoi situatën e darkës. U shkëput, Valbona humbi. Humbi, ishte gati për të dalë. Bëri një shpifje me mua, sepse gjithmonë ka dalë në Prime, vetëm me mua. Nëse nuk dilte, mund të dalë 2 herë me mua, një herë në fillim fare që këputi një broçku për mua, për një punë makine që nuk i përket as këtij viti. Muhabeti makinës që thot Valbona, shpifja e Valbonës, kur e kam pyet,